Fatbardha kishte lënë Kosovën shumë vite më parë, kur ende qyteti i saj i lindjes mbushte rrugët me erën e bukës së ngrohtë dhe tingujt e këngëve të lagjes. Ishin 45 vjet larg, vite që kaluan duke ndjekur ëndrat e saj në vende të largëta, duke punuar pa pushim, duke përballuar dhimbjet e largësisë dhe duke u përpjekur të mos mendonte shumë për familjen që kishte lënë pas. Çdo natë, kur qytetet e huaja flinin dhe dritat fikeshin, ajo mbyllte sytë dhe shihte fytyrën e vajzës së saj, të vogël atëherë, por tashmë një grua e re me ëndrat dhe shpresat e saj. Pavarësisht viteve dhe sfidave, Fatbardha mbante një dëshirë të fuqishme, të rikthehej një ditë në vendlindje për të parë vajzën e saj. Ishte një dëshirë që i ngjante një zjarr të fshehtë që kurrë nuk shuhej. Ajo kishte marrë vendimin pak muaj më parë. Një kombinim i dëshirës për të parë familjen dhe një ndjenjë thellë e malli e kishin bërë të vendoste të kthehej. Pavarësisht se zemra i rrite me frikë për reagimin e vajzës, ditët para udhëtimit ishin të mbushura me përgatitje. Fatbardha kishte pasur një jetë të ndërtuar në vendet e huaja, por shtëpia e saj, kujtimet dhe rrugët e lagjes së vjetër e tërhiqnin me një forcë të papërshkrueshme. Ajo kujtonte ditët kur vajza e saj qeshte në oborin e vogël të shtëpisë, kur mësuesit e shkollës e lavdëronin për zgjuarsinë e saj, dhe kur çdo moment i thjesht ishte një fest për zemrën e nënës. Ndërsa avioni u ngrit nga aeroporti i qytetit ku kishte jetuar për dekada, një valë emocionesh e përfshiu. Ishte një përzierje gëzimi, frike dhe shprese. Fatbardha i kishte thënë vetes se gjithçka do të shkonte mirë, por zemra e saj nuk mund të ndalonte të rrihte me padurim. Çdo orë që afrohej me vendlindjen, çdo peizazh që shfaqej nga dritarja e avionit, i kujtonte fëmijërinë e saj dhe momentet e harruara që kurrë nuk mund t'i rikuperonte. Kur avioni u ul në aeroportin e Kosovës, Fatbardha ndjeu një emocion të papërshkrueshëm. Ajri i ftohtë, tingujt e njohur dhe aroma e vendit të saj të lindjes e përshëndetën si një mik i vjetër që e kishte pritur për gjithë këto vite. Ajo mori valigjet dhe, për herë të parë pas shumë dekadash, këmbët e saj preknin tokën që kishte lënë pas. Secili hap ishte një hap drejt së kaluarës, por edhe një hap drejt së ardhmes së papritur dhe të panjohur. Vajza e saj, që nuk e kishte parë nënën që kur ishte një adoleshente, nuk kishte idenë që ajo po kthehej. Fatbardha kishte vendosur të mbante surprizën deri në momentin e fundit, duke shpresuar se takimi do të ishte i ngrohtë, i plot dashurie dhe pa rezerva. Por zemra e saj e ndjente një tension të fshehtë. Pas 45 vjetësh largësie, a do ta pranonte vajza nënën e saj? A do ta njihte si të njëjtën Fatbardhë që ajo mbante në kujtesë, apo do të shihte një të huaj? Ndërsa merrte rrugën për në qytetin ku kishte jetuar dikur, çdo rrugë, çdo pemë dhe çdo mur i njohur e përgëzonte me kujtime të kohëve të shkuara. Ajo ndjeu një lloj melankolie, sepse koha kishte ndryshuar gjithçka, por një ndjenjë e fortë shprese e mbante gjallë. Fatbardha e dinte që përballë çdo sfide, ky takim do të ishte vendimtar. Kur arriti përpara derës së shtëpisë ku kishte jetuar me vajzën, ajo ndaloi për një moment, mori frymthell dhe preku krahun e derës. Zemra i rrihte fort dhe një valë emocionale e përfshiu. Pas 45 vjetësh, ky moment ishte më shumë se një kthim. Ishte një rikthim në të tashmen, një mundësi për të riparuar kohën e humbur dhe një shans për të ndërtuar lidhjen e humbur me vajzën e saj. Fatbardha qëndroi përballë derës së shtëpisë, duke ndjerë një dritë të fortë që i kalonte të gjithë trupi. Dritarja e vogël pranë derës lëshonte një dritë të butë dimri që reflektonte fytyrën e saj të lodhur nga vitet, por plot shpresë. Ajo ngriti dorën për të trokitur, por zemra i rrihte kaq fort sa që duart i dridheshin. Një çast mendoi të largohej, të fshihej pas kujtimeve të bukura dhe të mos e shqetësonte vajzën e saj. Por ajo mori frymthell dhe trokiti. Pak sekonda më vonë, dera u hap dhe para saj qëndroi një grua e re, me sytë e mëdhenj dhe fytyrën që Fatbardha e njihte menjëherë. Ajo ishte vajza e saj. Në atë çast, koha dukej sikur kishte ndaluar. Nuk kishte asnjë fjalë që mund të përshkruante emocionet që përplasnin dy zemra. Vajza e saj, që tani ishte rreth të 30-tave, e shikonte nënën me një përzierje tronditje dhe pasigurie. "Ti je ti?" pyeti ajo me zë të dridhur, duke mbajtur dorën mbi gjoksin e saj si për të ndalur rajet. "Po unë jam ty, vajza ime," përgjigje Fatbardha, duke mos mundur të ndalonte lotët që rridhnin pa kontroll. Ajo hapi krahët dhe për pak sekonda heshtja mbizotëroi, por një heshtje që ishte mbushur me ndjenja, kujtime dhe dhimbje të mbajtura për shumë vite. Vajza e saj bëri një hap të kujdesshëm përpara dhe më pas u përqafuan fort. Përqafimi ishte i gjatë, i ngrohtë dhe i plot me mall dhe pendim. Çdo vit që kishin kaluar larg, çdo natë e kaluar me mendime për njëra tjetrën, u shfaq në atë përqafim. Nuk kishte nevojë për fjalë. Zemrat e tyre po flisnin. Pas disa minutash, ato u ulën në sallonin e vogël. Dhoma ishte e thjeshtë, por e mbushur me kujtime të jetës së vajzës. Fotografi të fëmijërisë së saj, libra të lexuar,
dhe disa objekte të vogla që tregonin rrugtimin e saj jetësor. Fatbardha e shikonte të gjitha me admirim dhe me ndjesinë e një nënie që kishte humbur shumë, por që tani kishte një mundësi të re. Vajza filloi të flasë për jetën e saj, sfidat, arritjet dhe momente që kishte ndarë me njerëzit e saj më të afër. Fatbardha dëgjonte me kujdes, duke ndjerë krenari dhe keqardhje njëkohësisht. Ajo nuk donte të ndërpritej, por ndonjëherë lotët e saj e bënin të dridhej. Ishte një ndjesje e çuditshme të jesh e lumtur dhe e pikëlluar në të njëjtën kohë. Kam shumë gjëra për të treguar, mam, por kam edhe kaq shumë pyetje për ty, tha vajza me një zë të butë, duke kërkuar të kuptonte nënën që kishte njohur vetëm nga kujtimet dhe fotografitë. Dhe unë do të tregoj gjithçka, çdo gjë që ke humbur, çdo gjë që kam bërë për ty, përgjigje Fatbardha, duke i marrë dorën dhe duke e shikuar në sy. Nuk dua që të ndihemi të huaj për njëra tjetrën. Jemi të lidhura nga gjaku dhe nga dashuria, dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë. Biseda vazhdoi gjatë gjithë pasdites. Ato ndan histori të humbura, qeshën dhe qanin bashk, duke ndjerë një afërsi që nuk e kishin ndjerë kur më parë. Fatbardha mësoi për sfidat që vajza kishte kaluar në rritje pa praninë e saj, dhe vajza kuptoi sakrificën e nënës që kishte punuar pa u ndalur për të siguruar një jetë më të mirë për të. Në fund të ditës, kur dielli filloi të perëndonte dhe dritat e qytetit u ndezën, dy gra u ndjen një ngrohtësi të thellë brenda shpirtit të tyre. Për herë të parë, pas shumë dekadash, një ndjenjë paqeje dhe shpresë e mbushi dhomën. Rikthimi i Fatbardhës nuk ishte vetëm fizik. Ishte rikthimi i zemrave, i emocioneve dhe i dashurisë që nuk kishte vdekur kurrë, pavarësisht viteve të largësisë. Ditët pas takimit të parë nuk ishin aq të lehta, sa mund të kishte menduar Fatbardha. Edhe pse takimi i parë kishte qenë i ngrohtë dhe i mbushur me emocione, realiteti i bashkëtesës filloi të shfaqte sfidat e veta. Vajza e saj, tashmë një grua e pavarur, kishte ndërtuar jetën e saj pa praninë e nënës, dhe mendimi se dikush tjetër do të hynte në rutinën e saj të përditshme shkaktonte tension dhe pasiguri. Fatbardha e ndjente këtë tension. Ajo e kuptonte që nuk mund të kërkonte vendin e saj në jetën e vajzës menjëherë, dhe se do të duhej kohë për të fituar besimin dhe pranimin e saj të plotë. Çdo fjalë, çdo lëvizje, dukeshin të mateshin me kujdes nga vajza, si për të kuptuar nëse nënën e saj e njihte apo ishte një e huaj. Unë e di që nuk ka qenë lehtë, mam, tha vajza një mëngjes, ndërsa u ulëm për të pirë kafen bashkë, por ndonjëherë ndihem sikur jam duke njohur dikë që nuk e kam parë kurrë më parë. Fatbardha e kuptonte dhimbjen e saj. Ishte e njëjta dhimbje që ajo kishte ndjerë çdo natë në emigrim, duke menduar për vajzën që rritej larg saj. E di, zemër, dhe nuk pres që gjithçka të jetë e lehtë, por dua që të di se gjithçka që bëra, e bëra për ty, tha ajo me zë të butë, duke mbajtur dorën e vajzës së saj. Një pjesë e vajzës kishte ende mlef dhe pyetje pa përgjigje. Pse kishte ikur nënë e saj? Pse nuk ishte aty kur vajza kishte nevojë më shumë për të? Fatbardha nuk mund të kthente kohën mbrapsht, por mund të ofronte praninë e saj tani, dhe kjo ishte një fillim. Ditët kalonin me biseda, shëtitje dhe momente të përbashkëta që përpiqeshin të ndreshnin vitet e humbura. Fatbardha zbuloi se vajza kishte pasur sfida në punë dhe marrëdhënie personale, dhe ajo përpiqej të ishte mbështetje pa imponuar autoritetin e një nëne që nuk kishte qenë aty për dekada. Vajza, nga ana tjetër, përpiqej të pranonte nënën, por ndonjëherë tensioni shpërthente në debate të vogla, që shpesh kishin origjinën tek frika e thellë ndarjes dhe zhgënjimit. Një mbrëmje, pas një konflikti të vogël për mënyrën si Fatbardha po ndërhynte në jetën e vajzës, ajo ul pranë dritares dhe tha me lot në sy: "Më vjen keq që nuk isha këtu kur kishe nevojë për mua, por dua të jem tani. Dua të ndihmoj të ndihesh e mbrojtur dhe e dashur." Vajza e shikoi me heshtje për një çast dhe pastaj, pa fjalë, e përqafoi fort. Ajo e kuptoi që sakrifica dhe dhimbja e nënës ishin reale, dhe se pavarësisht mungesës së saj fizike, dashuria kishte qenë gjithmonë aty, duke pritur për rikthimin. Këto ditë sfidash dhe ndonjëherë tensioni, gjithsesi, shërbyen për të ndërtuar një themel më të fortë. Ato mësuan të komunikojnë më mirë, të dëgjojnë dhe të kuptojnë ndjenjat e njëra tjetrës. Rikthimi i Fatbardhës nuk ishte vetëm një rast nostalgjie, por një mundësi për të ndërtuar marrëdhënie të reja, të sinqerta dhe të qëndrueshme. Në fund të pjesës së tretë, një ndjenjë e re filloi të lindte. Një ndjesi që pavarësisht sfidave, dashuria dhe lidhja mes nënës dhe vajzës mund të rivendosej, ngadalë, me durim dhe përpjekje. Por sfidat nuk ishin mbaruar. Jeta kishte më shumë surpriza për të përballur. Ditët kalonin dhe Fatbardha dhe vajza e saj filluan të ndanin më shumë se thjesht momente të përditshme. Një pasdite, ndërsa shëtisnin pranë një parku të vogël të qytetit, vajza e pyeti me një zë të butë: "Mam, ka diçka që gjithmonë kam dëshiruar të di, pse u largove? Pse nuk more pjesë në jetën time?" Fatbardha ndaloi për një moment, duke ndjerë një peshë të madhe në kraharor.
Ishin pyetje që ajo kishte menduar të përgjigjej shumë herë, por kur nuk kishte gjetur fjalët e duhura. Vajza ime, nuk ka pasur asnjë ditë që nuk të kam marrë me vete në mendimet e mia. Por koha dhe rrethanat më detyruan të largohem. Unë desha të ofroja një jetë më të mirë, mundësi që nuk i kishim këtu. Por çdo ditë larg teje ka qenë e vështirë, tha ajo me një zë të dridhur, duke mbajtur dorën e vajzës. Vajza e dëgjoi me heshtje, lotët duke i rrjedhur ngadalë në faqe. Ajo e kuptoi që largimi i nënës nuk ishte një zgjedhje e lehtë, dhe se çdo sakrificë kishte ardhur nga dashuria. Ishte një moment i qetësisë dhe ndjeshmërisë, një moment që i afroi më shumë se kurrë. Por nuk ishin vetëm kujtimet e dhimbshme që dolën në pa. Fatbardha filloi të tregonte histori të bukura nga fëmijëria e vajzës, ngjarje të vogla që e bënin të buzëqeshte. Ato qeshën bashkë duke kujtuar ditët kur vajza kishte ngatëruar fjalët në shkollë, kur kishte humbur lodrat e saj të preferuara, dhe kur kishte mbushur shtëpinë me energjinë e saj të pafund. Këto kujtime ishin një urë që lidhte të kaluarën me të tashmen. Një mbrëmje, ndërsa ulën pranë xhakut në shtëpi, Fatbardha tregoi edhe disa sekrete që asnjëherë nuk i kishte ndarë me vajzën. Ajo i rrëfeu sakrificat që kishte bërë për të siguruar që vajza të kishte arsimim dhe jetesë të mirë, përpjekjet e saj për të punuar natë e ditë, dhe momentet e vetmisë që kishte përjetuar larg saj. Vajza u prek thellë nga rrëfimi. Unë nuk kisha kuptuar sa shumë ke vuajtur për mua, tha ajo, duke e përqafuar nënën e saj. Tani kuptoj që dashuria jote ka qenë gjithmonë këtu, edhe kur ti nuk ishe. Në ato ditë të ndarjes së kujtimeve dhe sekreteve, marrëdhënia e tyre u forcua. Nuk ishte më thjesht marrëdhënia mes një nëne dhe vajze që janë bashkuar pas shumë vitesh. Ishte një marrëdhënie e rikuperuar, e ndërtuar mbi ndjenja të sinqerta dhe të paqartësisë së kaluarës. Por jeta kishte ende sfida për ta testuar. Jo të gjitha kujtimet ishin të bukura, dhe disa njerëz nga e kaluara ende mund të shfaqeshin për të trazuar paqen e tyre të re. Fatbardha dhe vajza e saj e dinin që rrugtimi i rikthimit ishte i bukur, por nuk ishte pa pengesa. Muaji i rikthimit të Fatbardhës në Kosovë po i afroi fundit, dhe megjithse ditët kishin qenë të mbushura me emocione të forta, asgjë nuk ishte më e rëndësishme se ndryshimi që kishte parë tek vajza e saj. Ajo që në fillim kishte qenë e mbyllur, e pasigurt dhe e lënduar, tani ishte hapur, e butë dhe e etur për të ndërtuar një marrëdhënie të re me nënën. Largësia e gjatë po shkrihej, pak e nga pak, por para se jeta të stabilizohej plotësisht, një ngjarje e papritur e tronditi sërish zemrën e Fatbardhës. Një burr nga e kaluara dikush që nuk e kishte pritur që do të dilte përpara trokiti në derën e vajzës. Ishte ish bashkëshorti i saj, njeriu që dikur e kishte lënë të vetme, njeriu që kishte zgjedhur të mos merrte pjesë në rritjen e vajzës. Ai erdhi tani, pas kaq shumë viteve, vetëm sepse kishte dëgjuar se Fatbardha ishte kthyer në Kosovë. Vajza u tensionua dhe nuk e kuptonte pse ai kishte ardhur. Fatbardha e qetësoi, duke i vendosur dorën mbi shpatull. Ndonjëherë njerëzit vinë vetëm për të kërkuar ndjes, edhe nëse nuk e meritojnë, i përshpëriti ajo. Takimi ishte i shkurtër. Ish bashkëshorti kërkoi falje, pyeti për vajzën, por vajza nuk e lejoi të afrohej më shumë se kaq. Ajo e dinte se njeriu që i kishte munguar për gjithë jetën nuk mund të bëhej pjesë e saj papritur. Jo tani që kishte rikthyer nënën e saj. Nuk kishte më hapësirë për plagë të vjetra. Pas largimit të tij, vajza ju kthye nënës dhe i tha: "Unë dua vetëm ty. Ti je familja ime." Ato u përqafuan fort, por këtë herë, përqafimi nuk kishte më trishtim. Ishte një përqafim i plot, i qetë, që sillte me vete një paqe të vonuar, por të merituar. Ditët e fundit të qëndrimit të Fatbardhës u mbushën me momente që do të mbeteshin përgjithmonë në kujtesën e të dyjave. Ato gatuan së bashku ushqime që vajza nuk i kishte provuar prej vitesh, vizituan vende të fëmijërisë dhe shënuan çdo ditë si një dhuratë që koha më në fund ua kishte kthyer. Një mbrëmje para se Fatbardha të largohej sërish, këtë herë për një kohë të shkurtër. Jo për dekada, vajza i dha një kuti të vogël. Brenda saj ishte një fotografi e vjetër e dyshes, e bërë kur vajza ishte vetëm 3 vjeç. Fotografia ishte zverdhur nga vitet, por në të shihej qartë sytë e lodhur, por plot dashuri të Fatbardhës dhe buzëqeshjen e pafajshme të vajzës. "Mam," tha vajza me një zë që dridhej nga emocionet, "kjo fotografi ka qenë me mua gjithë jetën. Më ka dhënë forcë, më ka mbajtur. Tani dua ta kesh ti, sepse unë e di që nuk do të largohesh kurrë më, jo nga zemra ime." Fatbardha shpërtheu në lot. Ajo e shtrëngoi fotografinë pranë zemrës dhe tha: "Edhe pse ishim larg për 45 vjet, zemrat tona nuk u ndan kurrë. Tani kemi një fillim të ri. Dhe këtë herë, unë jam këtu. Për ty. Për çdo hap të jetës sate." Dita e nisjes erdhi shpejt, por nuk kishte më dhimbje si dikur. Ato e dinin që kjo nuk ishte një ndarje.
Ishte një prej shumë vizitave që do të vinin. Vajza e shoqëroi deri në aeroport dhe, para se të hynte në portat e kontrollit, Fatbardha e përqafoi fort dhe i tha: "Vajza ime, jam krenare për ty. Për gruan që je bërë, dhe të premtoj, kur më nuk do të kaloj një ditë pa e ditur ti se sa shumë të dua." Vajza i fshiu lotët dhe i buzëqeshi. "Edhe unë të dua, mam. Tani fillon jeta jonë e re." Ato u ndan me zemër të mbushur me shpresë. Pas 45 vjetësh emigrim, dhimbjesh dhe pritjesh, Fatbardha më në fund e gjeti shtëpinë. Jo në një vend, por në zemrën e vajzës së saj. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe e jetës së saj.